Inflacioni për produktet ushqimore bas nuk pritet që të jetë më i madh se 1% në muaj krahasuar me marsin, tha kryeministri Hristijan Mickoski. Për karburante shtoi se janë ulur akciza dhe TVSH-ja për benzinën pa plumb dhe kjo i ka kushtuar buxhetit. Sipas Mickoskit, situata me lëvizjen e çmimeve të karburanteve në bursat botërore po monitorohet nga afër në përputhje me zhvillimet me konfliktin në lindjen e mesme. Кај нашиот источен сосед инфлацијата е над 6%, Хрватска е тука некаде меѓу 5,5 и 6%, кај јужниот сосед е околу 4,5-5%, така што во тие рамки очекувам да биде и кај нас инфлацијата, но важно е да се види за основните прехранбени производи како ќе се движи месечната инфлација, споредено со март, она кое што го правиме со државниот пазарен инспекторат, не очекувам таа да биде поголема од 1%. Месечната зборувам во однос на март месец. Nga ana tjetër, reagoi kryetari i LSDM-s Venko Filip që për rritjet e çmimeve të karburanteve dhe mungesë masash ekonomike. Siç theksoi, shporta e konsumatorit është bërë më e shtrenjtë me rreth 3.300 denar në vit. Filip qështoi se nëse qeveria i kishte pranuar propozimet e masave të tyre, nuk do të kishte kaq shumë rritje të çmimeve. Премиерот и неговата влада се уште одбиваат да ги прифатат нашите предлог мерки, да се укине ДДВ-то на храната, со тоа храната која што значајно поскапе, може да поевтини, да се намали ДДВ-то на горивата дополнително на 5%, тие тоа не го направија, напротив, и одбиваат да ги преполоват цените на патерините, со што значајно ќе им се олесни животот, функционирањето, патувањето на граѓаните. Sipas të dhënave nga Banka Qendrore Evropiane, inflacioni në Eurozon do të rritet në 2.7% mesatarisht këtë vit, por do të kthehet afër objektivit prej 2% në vitin e ardhshëm, sipas anketës tremujore të parashikuesve profesionist të institucionit. Sipas të dhënave nga enti shtetëror i statistikave, inflacioni i matur përmes indeksit të çmimeve të konsumit në mars 2026, krahasuar me shkurtin 2026, është 0.7%.